Unë thaj më pëlqen në programi juaj sa i përket problemit të atë që ne kemi konsideruar si oligarkin dhe oligarkët që janë krijuar. Ju flisni shpesh për këtë. Dhe keni patur guximin dhe t'i përmendet dhe denonconi ata me emra. Kështu që mendoni ju. Nëse Arlind Qori, po themi do t'ishte një ditë në pushtet ose të kishte mundësit të ushtronte pushtet bashkë me dikë tjetër. Si vjen fundi i oligarkisë? Ma spjegon do të me apa konkret. Si ikën kjo se këtu, për shembull, këta që quhen oligark në këtë vend i ka krijuar doktori. I hodhi themelet, i mori të gatshëm ky. Po, e ka shëndoshur. I shëndoshi. Arlindi ka ndryshe konceptin. Një minutë. Ja të mbaroj unë. Arlindi thot, këta kanë nxjerr politikanë. Tani, jo, këta i morën i krijuan këta, se oligarkia dhe një është shumë planshe dhe është disa llojshe. Oligarkia e antikitetit, oligarkia ruse, tjetra, ka disa lloj. Specifike është dhe shqiptarja. Unë nuk besoj që Sali Berisha në pushtet dje dhe Edi Rama në pushtet sot pyesin shumë këta oligark, se një pjesë e tyre janë si magazinierë, Arlind, të pronave dhe pasurive të tjerëve. Tani, megjithatë, unë nuk pyetja ime është Arlind Qori si që monton këta? Konkretisht. Po e nis me një batut për origjinën e oligarkisë. Ndoshta e kemi më kollaj të bijem një mendje. Unë nuk e kam lexuar librin, por kam parë filmin për Frankensteinin, për doktor Frankensteinin, që krijoi një monster dhe ajo monster angri vrau krijuesi vet. Dhe pa diskutim, oligarkia ekonomike në origjinën e vet ka ardhur si rezultat i këtij pushteti korruptuar që krijon klientë vet. Po këta tashmë janë bërë aq të fuqishëm sa që e kanë kapur shtetin. Pra, janë ata që diktojnë ligjet dhe vendimet që i bëjnë akoma dhe më miliarder nga që janë. Tani, Lëvizja Bashk... A mund t'ju kundërshtoj të kjo pjesë, apo do... Ta vazhdoj... Jo, ta mbaroj dhe... Tani, Lëvizja Bashk, kur vjen punat e oligarkia, ka këtë qëndrim. E para, ne, qofse qytetarët shqiptarë do na vot besojnë, do të kemi shumicën në parlament dhe pushtetin ekzekutiv. Ne nuk do kemi as prokuror, as gjykatës. Që mos prisni nga unë t'ju them, që të nesërme ne do i fusim oligarkët në burg. Sepse ne besojmë, më falni t'ju mbaroj, ne besojmë të rendi kushtetues, ne besojmë të ndarja pushteteve. Qa do bëni? Por, nëpërmjet ligjeve dhe nëpërmjet kompetencave që pushteti ekzekutiv ka për të ushtruar kontroll. Ne do verifikojmë dhe do bëjmë ligje që e para njerë hetojnë për dëmin që është bërë deri më sot, e dyta shkatron pozitat e privilegjuara të oligarkisë ekonomike në ekonominë shqiptare. Po ju marr një shembull, ligji investitorëve strategjik. Ne themi që ky ligj duhet abroguar menjëherë, sepse është një ligj nëpërmjet të cilit vidhet pasuria publike dhe nëpërmjet të cilit shteti shqiptar subvencionon hotelet me 4-5 yje të oligarkëve. Po ju marr një rast tjetër. Ne jemi kundër metodës së dhënies me koncesion, sepse edhe nga literatura që kemi lexuar, metoda e dhënies me koncesion krijon hapësirë më të madhe për korrupsion dhe i rëndon më shumë buxhetit të shtetit në afatgjat. Vetëm me këto dy lëvizje, por edhe me të tjera, ne do të kemi mundësinë ta shpushtetojmë ekonomikisht oligarkinë. Dhe sigurisht pastaj i përket institucioneve drejtësisë, që do kenë sigurisht të gjithë mbështetjen që mund të jap një pushtet legjislativ dhe ekzekutiv, duke ruajtur pavarësinë këtyre institucioneve, që ata të bëjnë punën e tyre. Por po e them edhe një herë, nuk mund të fusë në burg parlamenti në një rend demokratik liberal, të cilin ne e përqafojmë, nuk mund të fusë në burg as parlamenti, as qeveria. Po parlamenti dhe qeveria mund të krijojnë institucione ose mund mbështesin institucionet pavarur në mënyrë që ato ta bëjnë punën e tyre. Dhe nëse bëjnë punën e tyre, dora në zemër, unë besoj që shumë nga këta, që ngaherë quhet edhe gangster ekonomik, se nuk janë sipërmarrës. Se sipërmarrësi vërtet është ai që konkuron, është ai që është kreativ, është ai që prodhon një mall të ri apo një shërbim të ri. Shumë nga këta do ta kenë punën pisk me ligjin. Jo me mua, me ligjin. Ne do të mundsojmë që institucionet e drejtësisë të jenë vërtet pavarura dhe të jenë jo vetëm të pavarura, po edhe të fuqishme. Të pavarura dhe të fuqishme. Ka një moment të këta, që ju nuk keni thënë fjalë për njërën pjesë, njërën kategori të shfaqjes oligarkisë. Mediat në Shqipëri janë të kapur nga interesat e pronarëve të tyre. Ju e shihni qartë këtë. Po. Një pjesë për cilëve mund të quhen dhe oligark nga këta. Po marr.
Si mund shirohet media nga ky ndikim se ka një specifik? Ndryshe nga këta që folë deri tani. E thatë qartë, 1, 2, 3, 4. Ma shpjegohet me hapa. Këtu si e bëni? Qofse ti e shiron ekonomin nga oligarkia, këta pronar mediash nuk do kenë kaq shumë parat fituara pandershmërisht për të mbajtur në këmbë media kaq shumë, kaq të pasura, nuk do kenë parë, nuk do jetë ky hiperndërtuesi që pasi ka siguruar qindra miliona euro, mban një media aty për të pastruar imazhin e vet. Sekond. Cari i medias është Rupert Murdochu, që ti e di. Një pronar i jashtëzakonshëm, sidomos Shtetet Bashkuara në Britaninë fillim, pastaj në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Njeriu që e krijoi këtë është Margaret Thatcher. Për të shkatruar komunizmin, ajo i dha atij hapësirat pafundme dhe krijoi një monster, i cili mori pjesë të rëndësishme të medias. Nëse ai jeton në një tjetër qytetërim dhe në një tjetër shtet ligjesh, e kupton. Nuk ka shumë jashtëmëri në pikpamje të oligarkisë. Por këta janë krijuar dhe janë shumë të fortë. Ata të hanë dhe ty pastaj ore. Kështu të them. Do na sulen gjithë televizionet. Shiko, mund të them diçka, ju besoj vetë edhe keni diskutuar herë tjera në studiot tuaja kur thoni që mediat shqiptare nuk janë rentabël. Pra nuk janë, si thuash, biznese të cilat justifikojnë, le themi, kostot e tyre. Janë. Janë? S'po them Ata që mund të quhen oligarkë janë rentabël. Shumica nuk janë rentabël bizneset dhe media. bilanci dedikuar Kanë bizneset tjera. Jo, i përzien ato. Edhe ai që të përmenda unë, nuk ta përmenda kur të Murdochu. Duhet jetë shoqëri e dedikuar. Ai në fillim kështu e bëri, pastaj tani e fiton nga media tani. Personazhi që ju tash unë. Ndërsa këta këtu alternojnë me mënyrat e tjera. Merë tenderat, pa numërt, hap tunelin, hap dreqin, hap prejnë. Në kuadër të... Hap dhe një studiet madhe. Tani ti si e pëtëllon atë se do të vras ty o zotri. Është ndërtuar një sistem, jo të vras fizikisht, ma. Të vret... Imazh. Në imazh të vret partin, të vret ty dhe partin. Dhe të largon. Sepse ka 35 vjetë. O Arlind, ka 35 vjetë që tani, pas 35 vjetësh, populli shqiptar del pjesa dërmuese me hark në dorë në mëngjes për të gjobitur. O zotri, administrata tjetri. Pra ti, si mund të bësh? Po na paralajmëron për një gjë që ka ndodhur tashmë. S'ka nevojë ndodhë, se ka ndodhur të shkuar dhe vazhdoj të ndodhë. Unë përveç të studioja jote, gjithkund tjetër, marr një shpat aty, edhe luftoj me pronarët e gazetarët e opinionistët e gjithçka tjetër. E i bëj helaq, e na turren, e na ku diun shnuk na thon, shnuk shpifin, shnuk bëjnë, por ama i qëndrojmë dhe do të shoqëria na ndjek. Dhe mos harroni diçka. Kemi rrjetet sociale, na kanë mbyllur TikTokun fatkeqësisht, po edhe ata e hapin nga i çik me VPN, shqiptarët, kemi rrjetet sociale dhe mos harroni diçka. Çdo sulm i organizuar ndaj një partie politike si Lëvizja Bashk u vjen sulmuesve si bumerang, sepse shoqëria reagon, sepse shoqëria arrin ta kuptojë cilët kanë të drejtë në këtë kontradikt. Po i referohem debatit famshëm ose famkeq timit me Blendi Fevziun. Unë mendova aty... Tani që të thret me ai, jo. Jo, s'ka thirrë. S'ka thirrë, Unë mendova dorë në zemër, mbaroi emisioni, thash sa keq iku një mundësi e artë për të folë për programin. Edhe thash do më shaj populli, do më thotë që, mërë po, pse nuk fole për programin, po uzure Blendi Fevziun. 99% e mira, 10 mira komente vishin pozitive. Do zgjedh edhe me ty që marrin 99%. Jo, do zgjedh edhe me mua. Po nuk thjesht do të kot tani, të filloj tani të shaj kot, do duhet të kesh kundërshtar, të ofroj një mundësi. Unë ja kam hapur studion që të mshash kot ose jo të mshash kot. Ore i thash unë kur të vish në pushtet se shiko. Po t'ja mbyllësh pastaj? Jo, të thash unë i thash një herë si me shaka, ha? Bisedë me shaka, të dytë i thash unë ore, mos vjen pushteti dhe na bie dhe ne. Po luan me zjarin ta. Po ta kam thënë privatisht, ta kam thënë publikisht. Kemi ne, nuk kemi... Po luan me zjarin.